Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka paralajmëruar ditën e djeshme masa të reja për të frenuar rrezikun e rritjeve të influske të çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Nga tani e tutje bankat nuk do të mund të japin më kredi për shtëpi pa kufi. Limitet e reja synojnë të kontrollojnë ekspozimin e lartë të sektorit bankar dhe të ruajnë stabilitetin financiar. Rritja e çmimeve të banesave, shpesh e pashoqëruar me rritje reale të ardhurave, ka krijuar një hendek të madh mes çmimit dhe papërballueshmërisë. Ky është një sinjal klasik i një fluske. Në shumë raste ndërtimet e reja nuk përmbushin kërkesën reale për strehim, por funksionojnë si mjet investimi për para të padeklaruara ose të dyshimta. Kjo jo vetëm që deformon tregun, por rrit edhe rrezikun sistemik, pasi bankat ekspozohen në mënyrë të konsiderueshme përballë vlerësimeve artificiale të pronave. Sipas rregullores së re, qytetarët që duan të blejnë banesën e tyre të parë do të marrin kredi vetëm 85% të vlerës së pronës, ndërsa për apartamentin e dytë financimi do të jetë maksimumi 80%. Maksimumi i huas në lek do të jetë 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për shtëpinë e dytë, tha Seko, gjatë një konferencë për shtyp ditën e djeshme. Masat janë edhe më të forta për kredit në valutë për të zbutur rrezikun nga luhatit e kursit të këmbimit. Në këtë rast, huamarrja do të kufizohet në 75% për banesën e parë dhe 70% për banesën e dytë. Në valutë të huaj, vlera e kredisë do të jetë më e ulët për të shmangur rrezikun e kursit të këmbimit, shtoi ai. Gjithashtu kufizimet do të vendosen edhe në përqindjen që kësti i kredisë zë ndaj të ardhurave mujore. Kjo do të jetë 40% për kredi në lek dhe 35% për kredi në valutë për banesën e parë. Ndërsa për shtëpinë e dytë, raporti do të jetë 35% në lek dhe 30% në valutë. Këto masa synojnë të ftohin nga treg të nxehtë ku çmimet kanë dalë për te logjikës së të ardhurave reale dhe janë duke u kthyer në burim spekulimi dhe pastrimi parash. Bankat tashmë rendisin fluskën e ndërtimit si rrezikun e tretë më të madh të sistemit financiar pas sulmeve kibernetike dhe tronditjeve globale. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare, rreth 390 miliard lek kredi janë të mbështetura me kolateral në pasuri të paluajtshme, nga të cilat 195 miliard janë kredi të dhëna individëve. Një rënje e papritur e tregut mund të godasë rënd bankat dhe ekonominë në tërësi.